Kundërshtimi ndaj hartës së re administrative ka sjellë protesta në disa qytete të vendit ku banorët kërkojnë që bashkitë e tyre të mos shkrihen me njësi të tjera vendore. Në Patos, 10 qytetarë u mblodhën përpara godinës së bashkisë kundër propozimit për bashkimin e saj me Bashkinë Fier. Me sloganin "Larg duart nga Patosi", protestuesit deklaruan se reforma rrezikon identitetin dhe të ardhmen e qytetit, i cili sipas tyre është ndërtuar dhe zhvilluar mbi historinë e industrisë së naftës. Banorët shprehen se nuk duan bashkimin me Fierin dhe kërkojnë që çdo ndryshim territorial të bëhet vetëm pas konsultimit me komunitetin. Ndërkohë, kundërshtime ka pasur edhe në Bashkinë Maliq, ku qytetarët protestuan kundër bashkimit të mundshëm me Korçën. Banorët kërkuan që Maliqi të ruajë statusin e një njësie vendore më vete, duke argumentuar se shkrirja me Korçën do të dobësonte përfaqësimin dhe do të cënonte interesat e komunitetit lokal. Protesta është zhvilluar edhe në Rogozhin, ku punonësit e bashkisë bojkotuan punën dhe dolën përpara institucionit kundër propozimit për bashkimin me Kavajën. Me thirrjet "Nuk jemi" krijimi i vitit 2015, punonësit kundërshtuan argumentet për shkrirjen e bashkisë, duke deklaruar se Rogozhina ka një histori të gjatë si njësi vendore më vete dhe plotëson kushtet për të vijuar funksionimin e pavarur. Ata pretenduan se bashkimi me Kavajën do të ndikonte në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve dhe në zhvillimin e zonës. Në përfundim të protestës, punonësit e bashkisë Rogozhini kërkuan qeverisë dhe institucioneve përgjegjëse të rishikojnë propozimin, ndërsa paralajmëruan vijimin e kundërshtimeve nëse reforma do të ecë përpara. Kundërshtimet në disa bashki tregojnë se rishikimi i hartës territoriale ka hapur një debat të gjerë mes komuniteteve lokale dhe institucioneve qendrore.